Plotësimi i stafit me punonjës të kualifikuar mbetet një nga sfidat kryesore për shumë biznese në sektorin e turizmit në Shkodër. Kërkesat më të shumta vijnë nga hotelet, baret dhe restorantet në plazhin e Velipojës. Si çdo vit, edhe këtë herë kemi pas vështirësi me plotësimin e stafit për nim zgozhinje dhe për kamarë. Mungesa e fuqisë punëtore vendase po i shtyn sipërmarrësi që të orientohen gjithnjë dhe më shumë drejt punojësve të huaj. Nëse do të jetë nevojshme, siç thojmë ne edhe prej hallit, dhe mund të pranojmë punëtorët e huaj. Nisur nga kërkesa lartë për punojës të kualifikuar nga Drejtoria Rajonale e Punësimit në Shkodër, thuhet se është prioritet aftësimi profesional, veçanërisht në fushat e turizmit dhe shërbimeve. Ne akoma nuk jemi në nivelin e duhur, është në plotësimin e nevojave me profesionist. Kjo po ngec nëse në treg nuk punohet nga të dy anët. Prandaj funksionojnë edhe programe që është programi i formimit në punë apo programi i garancisë rinore të nxënit në vendin e punës, në mënyrë që vetë bizneset duhet të paraprinë sezoneve, jo të presin çfarë po na jep zyra punës, e cila gjithnjë më pak ka fuqi punëtore të kualifikuar. Tregu i punës në Shkodër përballet me një mospërputhje të theksuar midis ofertës dhe kërkesës. Aktualisht në portalin zyrtar të punësimit janë të shpallura rreth 350 vende të lira pune, kryesisht në sektorin fason. Nga ana tjetër, në Bashkinë e Shkodrës rezultojnë të regjistruar rreth 3200 punë kërkues.